vendoset pikërisht në këtë mbrëmje për njërin nga këto skuadra. Paris Saint-Germain dhe Arsenal do të luajnë gjithçka kanë në Parc des Princes, me një qëllim të përbashkët, finalen e madhe të linjor, aty kur kërkojnë të realizojnë atë që nuk është kompletuar kurrë në historinë e tyre, ngritja lart e trofeut të Champions League-s. E nisem me njërë diskutimi bashkë Shameti për përballjen e sotme, nuk e di, e shes sfidën e sotme më shumë si një përballje taktike apo fizike? Si mendon? Fizike, sepse Arsenali vetë është ndërtuar në këto vëllime. Nuk është se ka individualitet si që ka Parisi, dhe kjo është armë e fortë që do shfrytëzoj sot Arsenali. Lojë në grup dhe do shfrytëzoj maksimalisht ato raste që do të jetë dhe besoj që do të jetë sot. Pastaj me goditje standarde, me mënyra të tjera, do ta shohim në fushën e lojës. Ndryshe nga Parisi që ka potencial që të bëj të krijojë në fazën ofensive në mënyra të ndryshme drejt golit, sepse treshja më para luan në vështirë në Dembele, atë do shohim. Ja afron le temi pak më shumë shanse. E kanë potencialin teknik që mund të nxjerrin situata dhe një të ndërmjet ashtu siç tentoi dhe je Barcelona kundër Interit me Yamal apo me Rafinha. E vërtet. Çfarë nuk e duke parë që edhe në fushën e derë do të kemi lojtarë me cilësi të shkëlqyer, nga ana individuale. Mendoj që do të jenë individët, ata që do të bëjnë diferencën në mbrëmjen e sotme në Champions. Si që tilla nivele për te potenciali që kanë skuadrat, individët janë ato që bëjnë diferencën, sepse në momentin e saktuar një kvalitet, në moment të vështirësie të një skuadre, një kvalitet sërish arrin që të bëjë diferencën dhe të nxjerrë edhe skuadrën nga vështirësi. Kështu që besoj që do të kemi shumë veprime individuale, si nga njëra anë nga ana tjetër, duke pasur parasysh emrat e lojtarëve që janë në fushë, dhe patjetër që mund të bëjë diferencën, sepse në momentin e vështirësisë mos harrojmë që Arsenali në momentin edhe pse bëri një dominancë kundër Real Madridit, ishte perla të rajs që arritën ta bëjnë rezultate më të thjeshtë për ndeshjen e këtij. Patjetër që në të tilla ndeshje, në të tilla nerve, në të tilla ngarkesë emocionale zgjidhen shumë. Po deri po. Për ta shtuar. Ja futur në muzeu të tillë. Patjetër, meritonin pa fund për skuadrën e tyre. Dai ka fjalë të misionin Pikërisht për këtë. Do ta transmetoj. Pikërisht që është në studio të Champions League në Shqipëri për herë të parë. Do ishte fantastike. Jeni përfaqësuar vetë vazhdoni diskutimin se kë mendoj që mund të përgonte Interi në finale. Me kë mendoj që mund ta kishte pakës më të lehtë. Të paktën për nuk e di se si mund të konceptojnë ata gjërat për psikozën muzikale. Për mua më tepër ka kishte Arsenal. Për mua personalisht. Sepse ta në të dojnë futbolin për vërtet, dojnë të sinqerë. Sepse Interi është shumë taktik, është shumë filon për përdorur taktike, dhe ka në vetë të të gatë të taktikës të vetë. Sepse e Parisi ka individualitet më të njëra të saktik, më teknik, më të shpejt, më tek të shpallë Parisi sa të Arsenal. Kështu që Interi, nëse unë e pari që pojë, Interi do para të qenë është momenti që të ndjekim formacione, do ta nisim me njëherë me skuadrën e Paris Saint-Germain, e nisim së bashku Xhafa, fjera për ty. Parisi vjen me formacionin e saj tip që nuk ndryshon përse asnjë me 4-3-3. Por Donnarumma, Hakimi nga e djathta, Marquinhos Pacha ndryshja e qendrës si tashmë, po bëjnë mjaft mirë me njëri tjetrin dhe kompensojnë me njëri tjetrin, me Mendes nga e majta. Treshja e mesit fushës Fabian, Vitinha dhe João Neves, që është një treshje që mund të thënë që është ekuilibri i kësaj skuadre. Se është aftë i bëjnë të dyja fazat e lojës më së miri. Kanë teknikën e Fabian dhe kanë dinamikën e Vitinhës dhe João Neves, që në tjetër kohë kombinojnë shumë mirë me pjesën e teknikës skuadrës. Dhe në treshje sulmi, Kvaratskhelia, duhet që sot të zgjedhur në vendin e Dembeles.